Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat I përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur këto pitet fantastike, të thjeshta, janë pambuk të buta me shije pice. Janë një ide shumë e mirë për t'i marrë me vete në punë, në shkollë, por edhe në plazh, me qenë se pothuajse sezoni ka mbërritur tashmë. Qëndroni me mua t'i përgatisim së bashku. Fillimisht në një enë dështojmë 8 gram maja, një lugë çaji sheqer ose mjalt, dështojmë pak ujë, e përzijem dhe e lëm pak sa të aktivizohet majaja. Pasi është gati, dështojmë 500 gram miell gruri dhe rreth 200 ml qumësht. Masën e qumshtit do ta shtojmë pak e nga pak duke e punuar brumin me dorë, kështu do mund të shihni edhe masën se sa qumësht do ju përthith, pasi varet edhe se sa përthithës është mielli. Pasi I kemi përzier pak, do shtojmë pak skrip, vazhdojmë ta punojmë brumin mirë me dorë dhe pasi është formuar një brum I butë por jo I ngjitur, do ta lëm të pushoj për rreth 1 orë në ambient me temperaturë ambienti. Pasi është gati, e vendosim në tavolinën e punës dhe do ta ndajmë në pjesë të barabarta. Nëse dëshironi, në brum mund të vendosni edhe një vezë, por në familjen time nuk e preferojnë kur përgatis këto pite, prandaj edhe unë nuk kam vendosur. Veza I bën më të shëndetshme dhe sigurisht edhe akoma dhe më të buta. Kështu që nëse dëshironi, mund ta shtoni atë gjatë punimit të brumit. Pasi kemi ndarë në pjesë të barabarta, formojnë topthat, I lëm me një anë, ndërkohë që fillojmë duke I hapur një e nga një. Nëse jeni në ambient të ftohtë, topthat është e mira që t'i mbuloni pak në mënyrë që të mos ju thahen, ndërkohë që përgatisni pitet një e nga një. I hapim në këtë mënyrë, jo shumë të holla, por as të trasha, pasi gjatë skuqjes duhet që të piqen shumë mirë edhe në brendësi të tyre. Pra duhet I hapni në këtë mënyrë që shihni në video. Pasi kemi hapur, do shtojmë salcë domate, është salca që unë përdor për pica, 200 gram sallam do ta grim në rende, do t'i vendosim në pitën që kemi hapur, duke shtuar edhe djath, mund të përdorni çfarë do lloj djathi që ju preferoni apo ju gjendet në shtëpi. Do t'i palosim në këtë mënyrë që po shihni tani dhe anësoret do t'i mbyllim me ndihmën e një piruni, kështu ato do mbyllen më mirë dhe gjatë skuqjes nuk do hapen dhe masa nuk do dalë jashtë tyre. Dhe do vazhdojmë kështu derisa të mbarojmë pjesët e brumit. Nëse jeni I ri në kanalin tim, unë ju ftoj t'i hidhni një sy recetave dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë unë ndaj nga një recetë me ju, janë receta të cilat unë I përgatis për familjen time. Janë të thjeshta, të shpejta, plot shije, mund të gjeni edhe receta mjaft të shëndetshme. Ndaj ju sugjeroj që t'i hidhni një sy dhe t'i bëni subscribe nëse ju pëlqejnë. Vazhdojmë kështu pra derisa të përfundoj masa e brumit dhe pasi kemi gati, menjëherë fillojmë me skuqjen. Do t'i skuqim në vaj të bollshëm dhe në temperaturë të ulët, pra më të ulët se sa mesatarja, duke hedhur vaj her pas here në këtë mënyrë. Mos u shqetësoni për vajin, pasi nuk përthithin as pak vaj dhe këtë do ta shihni vetë kur t'i provoni.
I kthejmë her pas here në të gjitha anët në mënyrë që të skuqen shumë mirë dhe shihni pak në përfundim se çfarë ngjyre fantastike kanë marrë. Në fillim do duken krokante, më falni, por pastaj do të zbuten dhe do të jenë pambuk të buta. U ju sugjeroj t'i provoni dhe t'i shijoni, pasi jam e bindur që do bëhen të preferuarat tuaja. Dhe nëse ju pëlqeu kjo recetë, lini përshtypjen tuaj. Faleminderit!